Territori i Kosovës për datën 8 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të freskëta me mod kryesisht të vranë dhe rreshje të herpashershme në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me rreshje të lehta në pjesën qendrore, ndërsa pasditja do të sjellë alternime me kthjellime të dobëta kryesisht në jug-perëndim të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 14 gradë Celsius në disa zona të izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 8 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 8 nëntor do të jetë në orën 6:11, ndërsa perëndimi në orën 16:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 13 gradë Celsius. Pej 8 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 7 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov 7 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 7 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 7 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 7 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 7 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 12 gradë Celsius.